Deputeti i Partisë Demokratike Oert Bylykbashi, i pranishëm në konferencën 30 vite partneritet dhe përparim Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni Venecias u ndal tek zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Demokrati tha se zgjedhjet e 11 majit ishin një standard i shitblerjes së votës dhe u përdor pushteti për të dhënë miliona lek pak përpara zgjedhjeve. Ne sot kemi një sistem zgjedhor i cili duhet hequr në mënyrë urgjente. Është kthyer në një nga elementet më toksik në raport me demokracinë dhe pluralizmin shqiptar. Se çfarë duhet të jetë sistemi, duhet të jetë tryezë e një debati gjerë që ndoshta do të ka përcjell dhe një reformë, një tryezë, një komision reforme zgjedhore. Duhet të jetë shumë e gjerë në diskutim. Po sot nuk unë këtë s'mund ta them. Ama ajo që mund të them me bindje është që ky sistem duhet ikë. Në 11 maj të 2025-s ne kishim zgjedhjet parlamentare që në vend që të ishin një pikë these e fortë, në fakt çuan në një drejtim krejt tjetër. Është hera parë në memorien jo të shkurtër time në lidhje me këtë proces, në 25 vitet e fundit që kemi një deklaratë të gjetjeve dhe konkluzioneve paraprake të Odirit që hap qenë fillimin e parë jo me pretendime, po me konkluzione në raport me faktin që shteti dhe partia janë një. Që shteti dhe partia tashmë, pra partia shtet po përfiton nga pushteti që ka. Shitblerja e votës sot është një nga gangrenat e mëdha që lidhet drejt për drejt me faktin që kanë mos ndëshkim. Një dështim i strukturave ligjzbatuese të hetimit dhe ndëshkimit. Në kundër përgjigje, zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar të Ligjeve, Damian Gjiknuri, i kërkoi opozitës të mos bëjë retorik politike, por të përfitojë nga pjesëmarrja e ndërkombëtarëve në tryezë për të marrë ekspertizën e nevojshme në lidhje me çështjen e reformës zgjedhore. Ndërhyrja e zotit Bylykbashi, patjetër që është e rëndësishme dhe e mirëpritur, por ai shpesh shpreh edhe reflektimet e ditës politike, emocionet apo këndvështrimin distopian mbi demokracinë shqiptare, është krejt në drejtën e opozitës dhe në fakt është një nga gjërat themelore të asaj që unë thash pacienti përhershëm shqiptar, po nuk pati mirëkuptim dhe dakordsi mbi problemet më themelore siç janë dhe zgjedhjet, pavarësisht se ne gjithmonë bëjmë ligje të mira dhe ligje që përgjithsisht përshëndeten edhe nga organizmat që i monitorojnë ato, prap jemi në atë pikpamjen kundërshtuese në lidhje me ecurinë e proceseve zgjedhore, që shpresojmë që ne do të reflektojmë çfarë është më e mira e mundshme në këtë komision të reformës zgjedhore, kështu që unë do të dëshiroj nga gjithë përfaqësuesit e partive politike, mbase të jemi më konkret në disa kontribute që adresojnë disa nga shqetësimet, se sa thjesht të përsërisim retorikën politike ditës, jo se nuk duhet, po në fundet nuk bëjmë gjë tjetër, vetëm bëjmë një zgjatim të jetës përditshme në parlament, edhe në këtë tryezë ku kemi ekspertizë të huaj që s'do ta kemi gjithmonë me vete dhe është mirë që ne të fokusohemi te ato gjëra që janë më të vlefshme për atë çka synojmë. Më herët në fjalën e tij, Gjiknuri theksoi rëndësinë e një reforme të mirëfillt që adreson financimin e partive politike në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ai tha se ndihma e institucioneve ndërkombëtare do të jetë vendimtare për realizimin e kësaj reforme që duhet të përmbyllet shumë kohë përpara zgjedhjeve të ardhshme.